Bashkinë Shkodër Aurel Miloti, një aktivitet që besoj që po nxjellën interes nga javë një. Thëmë drejtin falenderim për Federatën e Futbollit dhe shoqatën rajonale të Shkodrës, një aktivitet shumë interesant që do shpresojmë të jetë në vazhdim çdo vit. Është një aktivitet që aktivizon edhe moshën domethënë të vjetër mund t'i thënë, ose pensionistat në futboll. Them shumë falenderës dhe i falenderim të madh edhe pjesëmarrje të gjithë këto institucioneve. Bashkia e Shkodrës nisi pa pretendime, por nga java në javë duket se ajo po ngjall pretendimet për të qenë ekip pretendent. E rëndësishme është bëjmë një lojë, të dyja ekipet dalin pa dëmtime dhe rezultati nuk ka rëndësi në këtë aktivitet. Po shoh ish futbollist, por edhe zyrtar, në kryetari i bashkisë Rudin Beka, drejtor të institucioneve duke luajtur futboll, çka tregon që futbolli është për gjithë. Në kryetari Rudin Beka ka luajtur futboll, pavarësisht tani është në pozicion tjetër, po gjithë edhe spitali, gazetarët, tatimet, gjithë këto institucione, më thëmë një bravo të madhe. Faleminderit. Lutem.